طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, sot jemi ditën e Bajramit, pas një muaj agjërimi, alhamdulillah, pas një muaj ibadete, namaz, zekat, sadaka, namaz nate, dua, gjitha këto gjëra I kemi bo. Shpresojmë tek Allahu subhanahu wa taala që më na pranu veprat e mira. Edhe një prej duave që e kanë bo sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam mas namazit Bajramit ka qenë taqabbal Allah minna wa minkum. Allahu na pranov veprat neve dhe juve. Domethënë e kanë bënë një lloj urimi, apo. Kështu që Allahu na mundsof me bë vepra të mira edhe në vazhdimsi, jo vetëm Ramazani mu kon, edhe me I ndërprej pastaj veprat e mira. Me qenë Ramazani një lloj reflektimi apo shkolle që na më largu gjunaheve. Sepse nëse një muj ditë mëkatarët, për shembull, pinë alkool apo bëjnë veprime gjunahet ndryshme, nëse një muj nuk e pinë alkoolin, po e zom, pse mas një muj më ju kthy alkoolit, subhanallah. Hajde po e zom një ditë dy e lën alkoolin, thot nuk mujta mu mësu me largu alkoolin, po një mujaj s'po pinë alkool. Mas një muje e ka ma letë pastaj me vazhdu që mos me pi alkoolin. Edhe çështja Ramazanit është nëse mas Ramazanit I kthesh gjunahit, atar është një zbehtësi tek agjërimi yt. Do thonë është një problem tek agjërimi yt. Sepse Allah subhanahu wa taala thot me një ajet kuranor për punën e namazit, inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Me të vërtet namazit largon pi të këqijave, apo nëse të largon pi të këqijave, do thonë problemin e ki pak të namazit, I nuk je sinqert bashkë me Allah subhanahu wa taala. Su që edhe agjërimi du të më konë sebeb që mu largu njerëzit për gjunave, apo. Me një hadith të Gjibrilit, që quhet hadithi Gjibrilit, ishte pejgamberi a.s. me sahabët e vetë. Edhe erdhi një person me tesha të bardha, e dini hadithin krejt, keni dëgju për këtë hadith, edhe u afru, njeriu me tesha të bardha, rroba të bardha, ju afru Muhamedit a.s. Edhe transmetuesit tash po thot ai çiti durët e veta te komt e veta, gjunjët e veta apo tek gjunjët e Muhamedit alayhis salam. E rëndësishme është që e pyeti Muhamedit alayhis salam. Tha çka është Islami? E pyeti çka është Islami? I tregoj me rand. Shahadeti, namazi, agjërimi, zakati, këto gjëra. Edhe në fund pi thot qale sadakt. Tha e thaj të vërtetën. Edhe po pyet, edhe pi thot, e thaj të vërtetën. Sahabit po këqyren njëri me tjetrin. Qa unë jepë mu se zakonisht pyetësi, kur të pyet, I bie që nuk tu e dit, apo? Nuk ki mundësi ti me thonë fund kale sadakt, se ti si tu e dit me një aspekt. E kështu me radhë dhe kushtet e imanit, e pastaj ihsani, gjitha këto gjërat, edhe në fund shkoj. Kur Muhamedi alayhis salam pi thot shokëve të vet, tha, a pe dini kush ke ai? Ata than Allahu dhe I dërguari I tij e din. Ma mirë din Allahu dhe I dërguari I tij. Sikur të kishte ndodhur me neve, na për njerë kishte ndodhur një mendim caktuar, një lloj ijtihadi I kishim bo. Po bën. Bën a kanë ardhur? U kryere, bën, që bën. Edhe që shtanë vllazni, do me thonë, erdhi person me tesha të bardha, edhe I pyeti çka është Islami, çka është imani, çka është ihsani. Kur erdhi ihsani, e pyeti Muhamedit alayhis salam, ai personi me rroba të bardha, tha çka është ihsani, tha me adhuru Allahun subhanahu wa taala sikur që ti e sheh ata. Edhe nëse ai ty nuk të sheh, edhe nëse ti nuk e sheh ato, Allah subhanahu wa taala ty të sheh. Edhe një prej mirësive apo shkallëve të imanit është edhe me qenë muhsin. Do më thonë qysh, me qenë shkallën më të lartë të imanit.
me adhuru Allah sikur që peshe Allah azza wa jall. Me pas dhe me thonë kujdes të veçantë kur jenë namaz. Me di që kur dalish ti, jetu ditë që jetu dalë për Allah subhanahu wa ta'ala. Qysh kemi thonë që sahabët e pejgamberit, shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, para se me dalë namaz, para se me dalë para Allahut, kanë marrë abdest edhe ju kanë sarritu ftyrat e tyre. Se pe din para kujt kanë me dalë. Na nëse shkem të shefi apo të një, ku di une një pozitë shtetërore nëse e ka, po qoftë edhe të një drejtor shkolle, vishemi në mënyrën më të mirë, edhe bovakina blbzon gjuha kur dalim para ti. E lërë më me dalë para Allah subhanahu wa ta'ala. Më thonë që ajo shkolla ma e lartë, që kur ta bëjmë ibadetin, me bot tamam fi sabilillah për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse pastaj në fund i tha, cilat janë shenjat e kiametit, kur do të bëhet kiameti, tha. Atëherë Muhamedi alayhis salam i tha, pyetsi nuk din më shumë se sa i pyeturi. Ai që po pyetet. Domethënë që të dytë na nuk e dim kur është kiameti. Se nuk na ka dhënë dituri Allah subhanahu wa ta'ala, përveç shenjave. Shenjave të kiametit, e shenjat e kiametit na i dim, disa janë shenjat e vogla, disa janë shenjat e mëdha, derisa arriti tek ajo shenja që femna apo zënjusha apo zonja ka me lind zotëriun e vet në një aspekt. E dietarët e kanë komentuar dhe kanë thonë që kjo është që kanë me lind fëmijë që nuk i respektojnë babën non. Ka marrë një kohë që s'kan mi respektu. Për atë arsye është komenti i kësaj çështje. Edhe shkoj personi me tisha të bardha. Edhe Muhamedi alayhis salam pi thot shokëve të vet tash. Thot kush ishte apo dini? Nuk e dim. Thot Allahu dhe ju e dini, Resuli sallallahu alaihi wasallam. Tha ishte Xhibrili alayhis salam dhe erdhi t'ju mësoj juve fen. Erdhi t'ju mësoj juve fen. Allah azza wa jall për Allahun është e lehtë. Xhibrilin mund me bo në formë të njeriut, edhe vjen në formë të njeriut, ta mëson ty fen. Për Allahun është e lehtë. Kun fe e kun. Bëhu dhe bëhet. Po këtu një dobi na e cekim që nëse ti e din një çështje të caktuar dhe tjerët nuk e din, a lejohet ti tash mi thon hoxhës, hoxh, që shobe kjo mesele, kjo çështje? A lejohet dikush ty me t'akuzu me thonë pse ti kështu bone pyetje ti e din pyetjen, përgjigjen? Jo, lejohet. Sa është më ndryshe ku ta pyetsh hoxhën, e sqaron se sa ti mi thon dikujt tjetër. Më thonë këtu është një dobi. Bukur. Tash shtylla e parë e Islamit që e përmendi Muhamedi alayhis salatu wassalam ishte shahadeti, apo? Shahadeti, krejt e din, është qelsi i xhennetit. Më thonë, shahadeti është qelsi i xhennetit. Po ai qels i ka do farë dhëmzor aty. Nëse është drejt ai qels, nuk ta qel derën, apo? Që ato dhëmzort është kuptimi i shahadetit, apo çdo gjë që ka në shahadet. Dhe që ky shahadeti vllazni është temeli. Temeli që duhet ndërtesa me qenë mbi temel. Dhe maksimalisht duhet mu mundu që m'ja mësu muslimanve shahadetin e pastër, mirë. E jo me thonë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, e me shku me adhuru tyrbe e vare. A shkon kje pun? Ta prish temelin kje. Kjo ta prish temelin. Me lut Allahun subhanahu wa ta'ala, zbashku me diko tjetër, me thonë unë pe luti Allahun. Dhe që kam një lloj ndërmjetësimi, që në përmjet ti unë e shkete Allahi. Kjo të nas nuk ekziston. Në fen ton kjo nuk lejohet. Edhe kjo është prej gjunave shumë të mëdha. Sa që Muhamedi alayhis salam ka thonë, me një hadith kutsi Allahu ka thonë, thotë që mundet robin ditën e gjykimit me ardhë me gjunahe të mëdha deri në qiell. Gjitha gjunahet e mëdha. Zina, alkool, ku e diun e drogë, rishfet, krejt haramet mundet mi pas. A mundet mi pas muslimani dhe me qëndru hala musliman? Po. Mundet mi pas. Është musliman gjunahçar i madh. E meriton xhenemin. Nuk diskutohet. Mirë, po nëse don Allahu thot, mund ja fal këtë gjunahet. Për atë arsye dhe thot Allahu në Kur'an, o ju thot që e keni ngarkuar vetveten e juaj me gjunahe të mëdha. Mos e humni umytin te Allahi. Se dikush e keni pa për shembull ku ti thush,
disa vllaznive, shqiptarve, hajde për në xhami, vallai gjunat mëdha ka mëne. Shumë spranon mu Allahu. Thot Allahu azza xal mos i humni shpresat e Allahit, se Allahu fal shumë. Veç më kthy Allahu subhanahu wa taala, e rëndësishme është. Dhe thot Allahu në hadithin kutsi, thot vjen robi me gjunat mëdha dhe nuk i ka bosh shirk Allahit. E ka adhuru veç Allahun vetëm. Nuk ka lut diko tjetër pos Allahut. Nuk ka qita si gjustosha, e dhe një shqiptar që qesin ase për mësysh, e hajmalia e kësi gjëra, nuk i ka qitë, po e ka dhuru veç Allahun. Thot Allahu, thot, nëse do një fal krejt gjinahet. Nëse do një fal krejt gjinahet. Mirë, hajde tash elhamdulillah, ky e ka tauhidin e pastër, njëshmërinë e pastër, temelet i ka të shëndosha. Sepse mos mi pas temelet e shëndosha, një termet i vogël bjerë ndërtesa. Ndërtesa bjerë. E tash pas temelit, nëse ti e ki bo temelin e mirë të fuqishëm, për njëherë vllazni është namazi. Namazi për njëherë është shtylla e dytë e islamit. Ju ku më thoni dhe ma herët, nuk kanë mujt me paramendu gjenerata maj mire muslimanve. Në kohën e pejgamberit a.s. Shokët e pejgamberit a.s. s'kanë mujt me paramendu që mi thonë vetit muslimane mos me fal namaz. S'kanë mujt me paramendu. Edhe pse pastaj djetartë, kur e kanë pa që mileti e kalon namazin, e kalon agjërimin, e kalon këtë gjëra, kanë thonë që është musliman, po është gjunaqçar. E që ky muaj i bekuar i Ramazanit, u këndasht neve me na reflektu që mja nis namazit, milon gjunahet, kada kadale. Edhe shtylla e dytë islamit është namazi. Bile thot Muhamedi a.s. El ahdu alladhi bejnena wa bejnehum as-salah. Femen të rakaha, fekat kefar, thot besatimi, mesnesh, besa thot, mesnesh, edhe jo muslimanve është namazi. Kush e lë namazin ka bothët kofër. Më thonë çështje rrezikshme është puna e namazit. Pastaj pas namazit është agjërimi. Alhamdulillah. Agjërimi një herë në vjet. Një muj, një herë në vjet. Dhe më thonë 30 ditë. Agjërimi për pos që është ibadeti Allahut subhanahu wa taala, ka dhe dobi shëndetësore agjërimi. Por se ne nuk e bëjmë për dobi shëndetësore. Ne e bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Ja alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, agjërimi ju është bërë obligim juve, çish ju është bërë umeteve të mëhershme, se edhe të tjerët kanë agjërim vëllazëri. Përveç muslimanëve edhe umetet të tjera kanë pas agjërim. Bile edhe të krishterët kanë agjërim, sot e asaj dite kanë një agjërim tjetër nga muslimanët. Po muslimanët e kanë agjërimin nga mëngjesi, dhe më thonë, para hyrjes së sabahut deri në iftar. Dhe agjëruesi ka 2 gëzime, subhanallah. Gëzimi i parë është në këtë dynjë. 12 orë ti tan ditën rrin pa ushqim, edhe e pret sofrën përpara, edhe gëzohesh që kemi arrit shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Edhe e dyta është gëzimi në botën tjetër, takimi me Allahun subhanahu wa taala. A kokratësi më të madhe vllazni sa më taku Allahun azza wa jall? Tër jetën na pja kushtojmë ibadetet Allahut. Tër jetën ju vllazni pa agjerani. Për ko para agjerani? Për ata që na ka kriju. Çaj që na ka kriju. Çaj që po na jep të mira me bollëk. Çaj që po na jep ajrin me thith pa asnjë cent. Unë jam pak në fushën e mjekësisë, edhe i di rastet kur kanë probleme me frimarje. Sidomos rastet korona, kur ke Covidi. Subhanallah, 15 euro e paguishin një bocë për me shku me blej. 3-4 orë shkonte ajo bocë. U duke me shku me blej. Me hyp kerit, me shku me blej, u nxinte personi. E na gjithë këtë ajër e marim pas një cent, subhanallah. Veç peshone synin e juj që Allah ju ka kriju. Peshone veshin e juj.
Peshoni të mira që ju jep Allahu subhanahu wa taala kur ju jeni në zorrin më të madh. A nuk meriton kjo Allah 1 orë mja kushtu në ditë? 1 orë me ma shumë jo, bile as 1 orë jo. Nëse krahason veç farzët, as 1 orë nuk dalin. 1 farz, mëngjes nëse e fal drek, nëse e fal synetin edhe farzin, ti merr as 10 minuta nuk ti merr. Edhe dreka ashtu, edhe i qindia, 1 orë llogaritja, 23 orë i ki për ty. 23 orë i ki për ty. Përveç që Allah na ka obligu agjërimin, që e bëjmë për hir të Allahut, agjërimi edhe ka dobi shëndetësore, vllazëni. Agjërimi ka dobi shëndetësore. Mjekët, edhe jo musliman i kanë trajtu këto mesele të agjërimit. Në organizëm është diçka që quhet autofagia. Çka është kjo autofagia? Agjërimi e nxit një lloj gjeni që mu aktivizu që kjo autofagi që me hongër vetin. Se ti kur t'jep ushqim trupit tënd, metabolizmi kur të bëhet në trupin tënd, mirët me ushqimin, apo? Kur s'ka ushqim, ai diçka du të me hongër mrena. Çka bën? E hanë vetveten. Apo? E hanë vetveten. E çka hanë te vetvetja? A i hanë senet e mira që i kinë trup, apo senet e këqia? Allah e kalon mi hongër senet e këqia. Çka i hanë? I hanë viruset, i hanë bakteriet, i hanë helmet, i shkatron. Dhe pastaj, ato dalin nëpërmjet urinimit. Kjo i bie, më pëlqen një video njëri e kishit, si kur telefoni që mbushet tërkohën me video apo me foto. Tërkohën mbushet. Dhe vjen një periudhë që mbushet krejt hapësira dhe e merr telefonin ti edhe hajde ta pastrejtash ato. Një video, një foto, e shet që punon malet, apo? Punon malet. E njëjta gjë është edhe me organizmin tënd. Që Allah çdo ibadet që ta kalon ty vllai jam, veç për të mirën tënde është. Bile sot shkencëtarët e vërtetojnë që agjërimi i shkatron edhe qelizat kancerogjene. Sepse qelizat kancerogjene du të me hongër, du të me dhonë me hongër. Dhe një ndër ushqysit kryesor, ushqim kryesor i qelizave kancerogjene është edhe sheqeri. Sheqeri e knaq kancerin, qelizat kancerogjene. Ndërsa që kjo autofagia, ngrënje auto vetvete, fagi ngrënje vetvetes, që kjo i shkatron i han. I dëmton, i shkatron i han dhe i qet për jashta. Do më thonë ishte shahadeti, pas shahadetit namazi, që ka të mira, dhe e treta agjërimi që ne agjëruam të gjithë. Valillahi alhamd. Pastaj për ato që ka mundësi, Allah subhanahu wa taala ka bo zekatin. Wallahi vllazni. Nëse gjithë muslimanët kishin me dhonë zekatin, nuk kishte me mbet të varfër. S'kishte me mbet të varfër. Nuk kishe pas nevoj as për tatime, as për sigurime, as për kur gjo, kishte me qenë bejtul mal, muslimant kishin me dhonë 2.5% prej pasonis vetë se cili, edhe kish mumush bugjeti, edhe me që ato pare kishin mi ndihmu të varfërve, dhe s'kish me të varfër. Se të varfërit jënë sprov prej Allahut për neve, sa ne kimi me ndihmu të varfërve, edhe kushdo që jep, ka thonë Muhamedi a.s. Thot ai që jep i jipët edhe i shtuhet pasunia. Që shkarë me një hadith kur Aisha radiallahu anha, kur e kanë prej kurbanin, edhe i kanë da, ma shumë pjesë kanë da. Edhe i ka thonë Resulit s.a.s. Ja Resulallah, thot unë i shkepa këto, që kas në mbetën, neve pak dhe me këna mbetën. Jo tha që ato që i ke shkepjen tujat. Plot raste ka, jo plot raste,
Po kjo është si kushzim është, kushdo që jep ka mishtu pasunia. Krejt e din këto. Ata të cilët e japin zekatin, i fitojnë 2 sene. 2 sene i fitojnë. Në një i rruhet pasunia. Edhe e dyta i shtohet pasunia. Ki pasunit mave. Edhe ti nuk e ki në mbrojtë atë pasunin, o vllajem, nuk e dinti. E ki në shpe. Rruje sa të dush, ta qënë Allah zë gjenë një flok. Ecim parët, kretë. Ecim, se nuk e ki në mbrojtje pasunin. Apo ku e di unë e ki në banka, apo devalvon në gjitha këto gjëra, pe kryma, apo? Me vazhdu ale, apo? U kry. Me dashtë Allah në rujtë për shamëll ki me 1.000 euro, me miliona, ku e di unë. Allah azza wa jall me ta të shu një smunje të rëndë. Çka bënte? Qoftë në fëmin tonë, qoftë në gruën tonë, qoftë në familjen në përgjithësi, çka bën? Kështu që mos i prish punët me Allahun subhanahu wa taala. Nëse e jep zekatin e cila është 85 gram, 85 gram nisabi është, dhe më thonë ajo kur të arritet 85 gram, nuk e di unë sa është e ju këtu 1 gram ari, s'pe di a e dini, sa është 1 gram ari këtu, s'pe dini. Edhe në vlerë të 85 gramve, duhet më konvertu në para, hajde po e zonë për shembull, 85 gram bëhen diku 10.000 euro, po e zonë, apo. Në momentin kur ju i bëni 10.000 euro, mos e bëni për bazë 10.000 euro, po thash thjesht, domethënë me ditë një shumë e caktuar, duhet që kjo para mas 1 vjete me të nejtë me një onë, mos me zbrit. Nëse zbret, bjerë zekati. Nëse rritët, në fund të vitit, për 1 vjet, e jep 2.5%. Për shembull, në 10.000 euro, sa kemi dhonë? 250 euro. 10.000 euro, 250 euro. Kur shajqë? 250 euro, Allah edhe po ta shton pasunin, edhe po ta run pasunin, edhe po e kryn një farz të Allah subhanahu wa taala. Sepse Allah në Kur'an çdo herë kur e ka përmend namazin, aqimus salat wa atuz zakat. Çdo herë ka thonë, falni namazin, jepni zakatin. Dhe në fund çka është? Është haxhi. Është haxhi. Obligim për ata të cilët kanë mundësi. Kush s'ka mundësi, tek Allahu është i lirum. Kush s'ka mundësi, zakatin nuk e jep, është i lirum. Në momentin kur të bëhet obligim, obligim të bëhet në momentin kur ti i ki parët. Si ti bën parët, dhe ki mundësi me shku në haq, duhet me shku, sepse fillon pastaj lapsi me të shkrujt. Me laqa me të shkrujt, për mos shkuarjen tënde në haq. Problemet e dynjos nuk nalen vllazni. Problemet e dynjos, jo ka me martu qikën, jo ka me martu djalin, jo ka me bo një kat, jo ka me bo shpijen, jo ka me ble disa gjëra brenda shpis, këto nuk nalen. E rëndësishme është që ti ta kryesh haxhin me lenë Allah subhanahu wa taala. Edhe thot Muhamedi a.s. për punën e haxhit, thot haxhi pranuar nuk ka shpërblim tjetër përpos xhennetit. Haxh i pranuar, nëse ta pranon Allah azza wa jall haxhin, dije se je drejtu për xhennet me lenë Allah subhanahu wa taala. Allahu ta mundson me bo vepra të mira. Dhe nëse shkon me gjunahe, po flasim gjunahe që i ki në raport me Allahun, ti me Allahun, jo gjunahet njerëzve që ju bën. Sa aty s'përzihet Allah. Ka dallim gjunahi vllazni mes ti dhe Allahut. Dhe nëse unë ty të kum bo gjuna, ty të kum bo padrejtësi. Kur të bëjnë ty padrejtësi, duhet me të kërku Allahllëk. Allah s'përzihet këto. Ditën e gjykimit, ai mundet me mi marrë më të mirat. Për atë arsye duhet me shku mi kërku halallëk. Edhe një prej kushteve të pendimit është që me shku mi kërku halallëk.
e ki bo gjinohin tek Allahu mes teje dhe robit, a ka gjina që Allahu nuk e fal? Vallahi nuk ka. A jetë ti vllai jem si mushrikët e Mekës që kanë shku me myt pejgamberin a.s. dhe Allahu ja pranoi pendimin? Nuk jebe vllai jem. Wallahi na kemi plot shqiptarë në Kosovë, bova ki dej çto është me alkool, me drogë, me gjitha gjërat është, me bo mja shajt fen në qaftjet, se e don fen. Veç pak i nevojitet një mjudhëz, një senzor i vogël, subhanallah. Po të regoj një rast me një vdekje isha, edhe po të regon aj natën e gjumo, gjdo dit po pin alkohol, natën e gjumo s'po pin, edhe të gjumon, nuk po pin. Edhe po shkom për falë gjumon. A kështu gjdo dit, po pin alkohol. Edhe tha, isha të pitha alkohol, tha. Krejt me alkohol haram, subhanallah. Me menzë, me alkohol, me krejt. Im pim dras. Edhe tash njoni aty me mu të nejt, krejt jemi bo bashkë aty në tavolin, tha a nisi po fol kundër fes. Tha për thot qërë edhe njerë, më s'fol kundër fes. A këtë të pi alkohol aty? A i prap të fol, për fi. Veprimi i ti nuk është jetë në regull, unë pohoj veprimin e ti si të mirë. Apo, mirë po imani po e shten, qatë iman që e ka të pakt, e ka marrë tavolinën, dhe a mora tavolinën e theva, krejt. Me bira, me krejt, nësë ati. Unë s'po thëmë që është veprimi mirë, mos të keq kuptohet. Po du me thonë, që e ka një troj imani, subhanallah. Për atë arsye ku ti shihni vllazni gjunahçartë, mëkatartë, që shka thonë Shekull Islam Ibn Taymija, në aspektin e kësaj dynjos, duhet me të dhimbë vllajët. Në aspektin e kadirit, caktimit që janë këtë gjendje, i urren gjunohin e sen, mirë po si lobut për me afru. Bila Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë, ud'u ila sabili rabbike bil hikme wal maw'idhatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan, thot thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe me këshill të mirë dhe polemizo me kundërshtarët e tu në mënyrën më të mirë. Muhamedi alayhis salam vllazni u kon qabe, para qabës ka ra me sejdë, edhe ja kanë qitë ploncat e devës në kokë. Ploncat e devës në kokë. Edhe vallaj vesh një dua ta kish boj, i kish shkatru Allah zëvegjen. Ama ja, erdh qika vetë, tha, ja Resulallah, që po të bëjmë? Sejdë po bjerë, subhanallah, pja qesin ploncat. E ti vllaj jam, ati qesin ti, që ki janë të islamista që po flasin sen, a e ki që atë hjekit pejgamberit a.s. Vallaj nuk e ki. Tjetra, po urdhnohet me shku në Taif Muhamedi a.s. me përhap fin. Veç për thot, veç tuni be la ilaha illallah, shpëtani, që unë dëshmoj nesër t'jom ndërmjetësus të ju. Veç tuni la ilaha illallah, vdisni me la ilaha illallah, vdisni me qatë gjendje të shahadetit, që unë ndërmjetësoj tek Allahu. Po shkon Taif, edhe po dalin ata piqesin të shmendurit fëmit, edhe pe gjakusin Muhammedin a.s. Ftyrën e bekum të pejgamberit a.s. me gur të e godit, sahabët pe mbrojnë, pe gjakusin edhe pi vjen me laqja e kodrave. Ti vllai dashur më kon qatë gjendje, që kështë e bo bashkë me mu qëto? Me të godit, me ta gjakos ftyrën, edhe me tarë me laqja, edhe me të thonë apishe o Muhammed, qëto dy kodra, apisheni, apishe thët, nëse do në veç që legojen, thët, unë jam ardhë prej Allah të zëvëgjel, thët veç që legojen, thët i rafshaj, se të kanë prek ty, e kanë prek të dërgumin e Zotit, thët jo vallahi, thët se unë nuk ku marë, thët, për vetë se rahmeten lil alemin, mëshirë për botrat. A krasuot Muhamedi a.s. që i bëjnë karikatura, që i qesin bombën të pejgamberi a.s. kokë, që e qujnë ekstremist Muhammedin a.s. nuk krasuot. Qaj Muhammed a.s. e kanë pranu disa prej ju muslimanve, vetëm kur ka ecë rrugës. Si ka ecë,
Kur e kanë pa, kanë thonë vallaj që ky s'ka mundësi me rrejt. Që ky është i sinqert me Allah, edhe kanë pranu islamin. Ka pas raste, kanë ardhur beduint të piskot, o Muhammed. Ndërsa Allah në Kur'an thot që nuk lejohet me ngrit zonin. Sahabët e kanë pas, Muhamedi a.s. e ka pas shpinë në gjithë me xhamin. Edhe nuk e kanë trazu me thonë, o Muhammed me piskat, po veç e kanë prek pak qështu, me thonjë e kanë prek, mi të regu që këtu jemi. Ka pas rastin natën e 4 të Ramazanit, të teravive, që s'ka dalë Muhamedi a.s. për teravi mi u falë, se u friksu mos po bot farz, i ka falë 3 net, edhe derin sabah vllazni, kanë nejtë sahabit, a kanë flet, a kanë nejtë, a kanë falë namaz, që kanë bo, e kanë prit derin sabah, për mos me trazu Muhamedin a.s. Dhe ka ardhur Muhamedi a.s. mëngjes, thot ju kum po, nuk kum dal, shkaku se nëse unë i fali 30 ditë namazin e teravis, në vazhdim si hiç pa ndërprerje, kishit me menu që është farz kjo. Mirë, po kjo nuk ka ludon që na mos me fal 30 ditë, sa e ka fal. E ka fal në shtëpi vet. Tash çaj shkak, a o hek në kohën e Omerit, o hek. Krete kanë di që nuk o farz, edhe e ka rinjall Omeri pastaj. I ka po grupe të u fal Omeri, edhe i ka thonë sa mirë kishte me qenë, që me pas një imam, edhe mu lidh pas ati imami. Edhe e ka urdhnu Ubej ibn Ka'bin, edhe Temimit Darin, edhe e ka urdhnu me fal namazin e teravive, dhe kështu ka vazhdu, ka ardhur natën tjetër, thot koha në të cilën flejnë, është më e mirë për me fal namazin e teravive. Se vllazni, namazi teravive është namaz nate. Quhet teravi në Ramazan, po është namaz nate. Prej namazit jacis deri në mëngjes, kurdo që e fal është namaz teravi. Po më e mirë është në pjesën e 3 natës me fal teravin. Pa lejohet që shpe falim na në për xhamia në pjesën e parë, lejohet, nuk ka të keqe. Është mirë, daha më mirë që thënë, apo kupton? Më thonë nuk ka asnjë problem, dhe kushdo që e fal teravin në vazhdimsi, i falen mëkatet. Kushdo që agjeron për hir të Allahut subhanahu wa taala, shpresojmë tek Allahu azza wa jall që gjithë ne që tu jemi kemi qenë prej agjeruesve, dhe thot Muhamedi alayhi salatu wassalam, kushdo që agjeron muajin e Ramazanit, duke shpresuar shpërblimin tek Allahu azza wa jall, Allahu azza wa jall ja fal mëkatet e kaluara. Po flasim mëkatet që janë në raport me Allahun, jo me njerëzit, siç e tham. Sepse tek njerëzit duhet me shku dhe me i kërku halallëk. Ndërsa mëkatet që bëhen mes teje dhe Allahut janë 3 kushte për me t'i pranu Allahu azza wa jall, për me ta pranu pendimin. E para, me lon me njëherë gjinohin. Jetu pi alkohol, zina, ku e dione, rishfet, kamat, gjitha këto gjëra. Leje për njëherë. Leje për njëherë. Dhe thuj Allahut, ja Rab, kur më nuk thejna në qatë gjëna. Edhe pendoju sinqerisht. Nuk ka gjëna që Allahu azza wa jall nuk e falë. S'ka gjëna që nuk e falë. Tham, kanë shku, ka pas njerëz, Omeri radiallahu anhu, a shkoj të motra vetë, e goditi burrin e motrës vetë, i dhujtar ka qenë, e goditi, edhe u qmend kur njiti, se rrugës të shku të pejgamberi alayhi salatu wassalam, i tregon, po, ti po shkon të pejgamberi sësëm, po motra vetë e ka pranu islamin, edhe u qmend krejt, a i ki po disa islamofobë, tërkon vjellin vënir kundër fesë islame, Allahu azza wa jalla u çon shtëpiat e tyre udhëzohet. Fëmia udhëzohet. E baba është islamofob, anti-islamist, komunist. Allahu azza wa jalla u çon shtëpitë veta islamin. Edhe shkon te Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe hin mranda, edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam e kishte fuqinë 34 burrave, e kapi Omerin e ngriti nalt kështu. Ngriti nalt kështu gjatë fuqi, edhe e dridhi. Tha, Omer, a nuk erdh koha me pranu islamin të ja? Se kishte bo dua Muhamedi alayhi salatu wassalam, o Allah, udhëzoj njonin për këtyve dyve, Omerit apo Ebu Gjehlit. Dhe Allah subhanahu wa taala ja pranoi duan e Omerit.
Edhe thoshte Omeri, masi që e ka pranu Islamin, tha kur ndridhi Muhamedi a.s. mu duk se këtë këqijat, ato kufriatet, ato gjërat, mu hekën prej trupit. Edhe Muhamedi a.s. u bo Omeri ndihmëtar shumë i madh, se ishte kryefort, po themi, apo kupton? Ju tutnin krejt njerëzit aty, kur dilte Omeri, thot pejgamberi, me një hadith thuhet që kur e ka pa Omerin shejtani për ball, kur e ka pa, e ka ndru rrugën. Se ka qenë shumë i ashpër, ka qenë normalisht në të vërtetën, apo? Dhe mirë po, derisa ka arrit të Omeri, vllazni, Muhamedi a.s. 3 vjet e para ka bo davet sirrën, fshektas. Se ka po sulmet mdhaja, populli vetë e ka kundërshtu. 3 vjet, subhanallah, të bo davet edhe fshektas në përshpia. Na, kemi qatë gjendje që tash, alhamdulillah. Ju jeni vend që është jo islam, edhe po flitet haptazi për fe, alhamdulillah. Ta ka leju, fol me urtësi, fol me mirësi, mos bo probleme, tregojat moralin tonë si musliman që je, bëne davetin që shduhet, edhe me lejnë Allah subhanahu wa taala e sjell bereqetin Allah azza wa jall, e sjell rezultatin Allahu azza wa jall. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin. Po falem inshallah.